2013 që komponentin antikorrupsion, duart e pastra, e mban më në 2015 filluan që të mos dukeshin më si një parulle fort qeverisë. U tret gjithmonë më tepër dhe fundi është ai që është. Sa oficer policie të arrestuar për korrupsion, më në 2005-2007 e gjysmë është. Ato ishin, duhet ta themi, ato ishin pjesë e njësive të përbashkëta hetimore që prokuroria bëri, në krye të cilës ishte? Dhori Sollaku? Jo. Kush ishte? Altin Dumani. Si. Po. S'më kujtohet kjo, ishte prokuror Altin Dumani. Millennium Challenge Account ishte një projekt i USAID-it. Po. Kishte disa. Ishte dhe Bart Kadilli si pjesë, mos gaboj? Ishte Bardi ishte këshilltar. Po, këshilltar. Ishte këshilltar. Po, pra. Dhe merrej më drejt për drejt me këtë. Po ishte një projekt i USAID-it i cili ndër të tjera, përveç edhe, po themi, prokurimit elektronik e me radhë, ishte edhe krijimi njësive të përbashkëta hetimore midis policisë dhe prokurorisë. Prokurorisë dhe ju si pjesë ekzekutive me dhënë. Dhe kishte sens. Po? Kishte sens që informacioni të vinte nga brenda qeverisë, të shkonte te prokuroria pastaj të bënte punën e vet. U krijuan atko mbaj mend 6 njësi të shpërndara në prokuritë e rrethave. Në krye të kësaj ishte zoti Dumani. Dhe ka qenë një nga lëvizjet, reformat më të mira të bëra në të kohë. Nuk ishte si reforma e sot, në drejtësi, po ishte një syth i mirë. E vlerësonte Berisha Dumanin në të kohë? Jo vlerësonte, e ngritën në qell. Po sot i thot krye banditi. Çka ka ndodhur? Çka ndodhur? Sa e bukur. Se do duhet ta kuptojmë këtë. Zoti Dumani, t'ja njohim këtë, ka qenë nga prokurorët në atë kohë, të cilat vërtet solli. E takonte kryeministri Dumanin atëherë? Jo, nuk besoj. Okej. Foto tjetër se kam ca foto kështu, do të thënë foto që kjo është fotoja më e bukur për Partinë Demokratike. Tani më thuaj kur ka qenë kjo? Jo, se kur ka të jetë se kur ka dalë po. Pas betejave të mëdha në Selinë e PD-s, besoj. Kjo, do të thënë, ke parasysh që filmat ata ishin 4? Po, tani s'ka ngel. Ata ishin 4. Jo, ka ngel një më duket. Apo s'një? Jo, një po. Një ka ngel. Varet se ku ka ngel. Kjo është pyetja ime. Varet se ku ka ngel. Gazmend Bardhi, do të thënë, ja u futi terve juve, doli me i zoti? Adi, mund ta quash si të duash, e futme, pa futme. Unë di të them këtë gjë. Që? Mbas 21-shit, atëherë kur edhe Sali Berisha u shpall non grata dhe Lulzim Basha mori atë vendim për ta distancuar, po përdor këtë term, për ta distancuar, për Partinë Demokratike e shtroi një çështje ekzistenciale. Do të ishte një parti e cila me dhimbje do të shndërrohej në një parti vërtet demokratike dhe shpresë për të marrë pushtetin. Për ditën e sotme, Land. Për ditën e sotme, të gjitha ato përplasje, vendime të forta merreshin për të ardhur ke dita e sotme. Pra kjo ishte njëra alternativë. Alternativa tjetër do të ishte të shkonte mbas rreshtit, mbas kurrizit të Sali Berishës për të mbrojtur ai hallin e vet personal. Ata ishin 4, ishin bashkë. Jo vetëm ishin bashkë, po ishin me një mendje. Një mendje. Po sigurisht. Po çfarë ndodhi me Gazmend Bardhin? Do ta pyesësh. Po ja do ta pyes. Tani këtu lutem, këtu mos më lëviz këtu. Tani ai ishte sekretari i përgjithshëm. Po. Tani është numri 2, jo sekretari i përgjithshëm, po kryetar grupi parlamentar. Po. Nën kryetari i partisë dhe me një pushtet më të madh se askush tjetër përveç Berishës. Tani, ç'a ndodhi mos si kaloi ky me Berishën? Tani ti e di këtë. Ti më pyet, po unë di atë, do të them atë që unë di. Po pra atë që di ti. Se ç'mendon njeriu brenda vetes, se çfarë llogarisë bën, s'kam si ti di. Ore ç'a ndodhi si? Di të them këtë gjë, që të përballesh me Sali Berishën nuk është e thjeshtë. Dhe kur them nuk është e thjeshtë, jo me personin ore. Por me të gjithë ushtrinë e madhe, duke filluar nga militantët, nga mediat dhe shumë instrumenta të tjerë. Zgjodhi të shkonte mbas Sali Berishës, kaq thjesht. Të largohej nga çfarëdo lloj qëndrimi raporti politik, s'po them raport njerëzor, më lëm këtë. Raporti njerëzor që do të kishte, po themi me zotin Basha, punë e tyre, nuk i hyj. Por zgjodhi të shkonte, siç e ka thënë vetë, shkonte mbas shumicës. Por në fakt në politik, sidomos edhe për një njerëz të ri, këto arsyetimet e vjetra mbas shumicës, në fakt më duket e ka thënë edhe zoti Saliani, mbas shumicës, nuk do duhet i bëj, do të shkojë mbas së drejtës.
dhe e drejta për Partinë Demokratike, do duhet të ishte që ato simptomat e vjetra, mungesa e ciklimit të elitave, të distancohesh nga njollat e errta të së shkuarës vet të Partisë Demokratike, sjelljes së një fryme të re, të rinj siç janë, faktën këta dy, do duhet ishin mbartës të vlerave më të qarta politike, apo jo? Po ti pse si ke ti? Se unë i bëra ballë Sali Berishës. Jo, të gjithë dim që zgjoda, jo të gjithë zgjoda. Ore, ka një detaj në një gjë që ore si vajti Gazmend Bardhi te Këtë nuk e di. S'ta them dot edhe nuk më intereson me thënë të drejtën. Jo, duhet të Unë ti them se interesoj, çfarë kam bërë unë. Çfarë unë kam bërë. Çfarë bërë? Të erdhën Pastaj ty? nxjerr. Jo vetëm që erdhën, po jo vetëm që bëri dhe ofertë. Si çfarë ofertë? Mbas përleshjes së 8 janarit, Ka laje krujës. dhe mbas dorëheqjes së Lulzim Bashës, në 6 apo 7 mars të 2022-shit, mund t'i rikthesh, Sali Berisha deri një ditë bukur e thot, i vetmi funksion legjitim, se ky ishte shkarkuar, i kishte shkarkuar 7-8 herë, i vetmi funksion legjitim është kryetari i grupit parlamentar, isha unë atë kohë. Me fjalë tjera, po thoshte, okay, Do të lë aty? dorzo kështjellën, Po? vullën pra, dhe ti do ngelesh kryetari i grupit parlamentar. A ka joshi më të madhe si? Ti se bëre? Sigurisht jo. Sigurisht jo, se nuk ishte çështje për një... nuk e bëj fare ashtu. Do ti do ishe Gazbardi po ta kishe bërë këtë. Ndoshta edhe më keq. Më keq? Po ndoshta Më keq ku do vi? Po sepse, jo, më keq do thotë që të mund të rendësh mbas disa pozicioneve politike elektorale, dhe të humbasësh faqen. Në fakt, çfarë theti pak më parë që kanë pushtet, nuk ka pushtet asnjëri atje. Në oborrin e Sali Berishës, S'kam pushtet fare? asnjëri. Tani, unë them gazetari më i miri i kronikës zez për çështën Balluku ishte Gazmend Bardhi. Nga i nxori gjithë. Kuptim. Të dhëna të sakta, çka kishte dosja, çfarë do bënte Spaku. Gazetar. Po them edhe një herë, gazetari kronikës zez më i mirë. Pra, gazetar, e ke thënë shumë mirë. Në fakt, unë besoj që një politikan nuk do të jetë gazetar i kronikës zez, do drejt. Sot, një politikan i mirë do duhet thotë diçka. Që vlera, kontributi, më i madh, në atë se çfarë ka ndodhur tani në rastin e zonjës Balluku, apo dhe raste të tjera, është e Spakut. Dhe Altin Dumanit, ta themi edhe këtë. Qëndrimi i një politikani nuk është thjesht dhe vetëm që të ketë një mundësi të marrë ca të dhëna dhe të bëjë publike, sikur ky është duke